Mirë dhe përshëndetje miq të Partizani Channel këtu nga Arena e Demave. Luhet sot java e dytë e 15 vjeçarëve, sfida mes Partizanit dhe Skënderbeut. Sfida e javës së dytë, pra Partizani Skënderbeu vinë në të dyja skuadrat pas së fitore respektive, ndaj dhe sot pritet të jetë një sfidë interesante, ashtu siç edhe ka rezultuar gjithmonë përballjet mes Partizanit dhe Skënderbeut në futbollin e mosha pra. Gjithçka është gati, niset nga Partizani. Abdulaj Hykolari, një prekje lehtë për Karabushin që është i shpejt. Gjithmonë Karabushi arrin në dueli me Xhaçkën. Lëvizje e mirë, shikoni çfarë bën Karabushi. Aga, Hykolari, Baçi, mundësia goditse, topi që mbetet dhe Hykolari. 1-0, Partizani, çfarë aksioni dhe çfarë goli. Shënon skuadra e kuqe, është minuta 23, Partizani 1, Skënderbeu 0. Fantastike skuadra Partizani që feston tashmë në një mënyrë të grupuar, ashtu si një skuadër fort dhe plot. Ka praktikisht të portën Lala për të shijuar dhe i këta momente. Edhe njërë Partizani provon Baçi. Shikon lëvizjen e Hykolarit. Ka hapësirën të djathtë Muça. Topi është për të mundësia krosimit, vjen dhe grushton edhe mundësia, shënon sërish Partizani edhe sërish Hykolari. 2-0. Është minuta 38 dhe Partizani gjen dhe golin e dytë. Sërish Brian Hykolari. 2-0. Një dopjet e Hykolarit që tashmë shkon në kuotën e 4 golave në 2 sfida, pra mjaft mirë ka bërë Briani, por edhe skuadra. Muça provon qendrën, ka hapësirën, e dërgon te Karabushi, shikon lëvizjen e shkurtit. Gjithmonë Karabushi, goditja potente, por qendrore, i vëmendshëm për t'i trajko. Ne çojmë këtë goditje dënimi, krosi drejt zonës, godet shkurti, mbi tra, sërish Partizani me 2 lojtarë në shtyllën e dytë.